Qarku i Gjirokastrës aktualisht rezulton i paprekur nga sëmundja e murtajës bagëtive, e cila është shfaqur në disa zona të tjera të Shqipërisë. Sipas përgjigjes së sektorit veterinar në Gjirokastër, Flora Zhakalli, janë marrë të gjitha masat e nevojshme parandaluese për të kufizuar çdo mundësi shpërthimi të sëmundjes në qark. Kemi ngritur grupet e punës në përpos blloqet në akset rrugore kyçe. Çdo ditë bëjmë inspektime në fermë, mbajmë kontrole me të gjithë fermerët dhe sidomos me fermerët potencial. Ju kemi bërë të qartë se çfarë shenjash klinike ka kjo sëmundje, cilat janë pasojat në ekonominë e tyre dhe mënyrën se si ata duhet ta raportojnë rastin e dyshimit. Gjithashtu, kemi shpërndar postera në të gjitha njësitë administrative, të gjitha fshatrat, për të sensibilizuar situatën në të cilën ndodhet shërbimi veterinar dhe fermerët në këtë moment. Zhakalli u drejton një apel blegtorëve që të respektojnë rregullat e biosigurisë, të shmangin kontaktet me stufave në kullota dhe të kufizojnë lëvizjet e bagëtive. Kjo sëmundje ngatrohet dhe me sëmundje të tjera dhe i këshilloj fermerët të mos i mjekojnë kafshët të cilat në këtë moment paraqesin temperaturë të lartë, po të lajmërojnë direkt shërbimin veterinar. Dhe jemi në gatishmëri 24 orë për t'i ndihmuar ata, për ta konfirmuar dhe për ta izoluar rastin. Ka shumë rëndësi të izolohet vatra, sepse ka një përhapje shumë të gjerë. Ministria ka nxjerrë të gjitha urdhrat dhe udhëzimet. Në këtë moment ndalohet lëvizja e kafshëve në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, sepse mënyra e përhapjes është nëpërmjet kontaktit të kafshëve të sëmura me kafshë të shëndetshme. Dhe sidomos në kullotat e përbashkëta, në mjediset që pinë ujë të përbashkët, nga kontaktet që kanë vetë personat e infektuar, të cilët ja e mbartin dhe e infektojnë tufën. Edhe pse murtaja e bagëtive të imta nuk është një sëmundje zoonotike dhe nuk transmetohet tek njerëzit, ajo mbetet një kërcënim serioz ekonomik. Në rast infektimit të gjitha kafshët e fermës duhet të azjësohen, ndërsa zonat e prekura dezinfektohen nga shërbimi veterinar për të shmangur përhapjen e mëtejshme.